Ju jeni Partia Demokratike, këta janë qytetarët. Qa lidhje kemi me? Unë ja ku jam, me këta jam. Teksa banorët e zonës ku do të zhvillohet projekti i TID për Durrësin protestonin, kryeministri Edi Rama mblodhi një përfaqësi të tyre në një diskutim prej më shumë se 2 orësh, për të cilët e bëri të qartë se puna nuk do të ndalet. Jo, do ketë prishje, patjetër, projekti nuk do të ndalet, projekti do të zbatohet, por do të bëjmë një verifikim për disa shtëpi që janë trashëgimi kulturore, të pretenduara dhe njëkohësisht dhe janë një grup i vogël shtëpish që nuk kanë marrë regjistrimin në hipotek, do duhet shohim referencat e reja. Kreu i qeverisë, duke u drejtuar protestës së vazhdueshme të banorëve dhe pranisë edhe të drejtuesve demokrat, theksoi se ata përfaqësojnë hallin e kreut të opozitës e jo të tyre. Biseda ka qenë absolutisht konstruktive, me opinione ndryshme për konstruktive, ndërkohë që 35 të tjerë atje, që nuk përfaqësojnë as qytetin, as qytetarët, po përfaqësojnë vetëm hallin e një 80 kusur vjeçari të rrjedhur, krijojnë situata që janë qesharake. Gjatë protestës, policia shoqëroi disa qytetarë, ndërsa nuk munguan as përplasjet mes tyre, banorëve dhe përfaqësuesve të Partisë Demokratike, pjesë e protestës në mbrojtje të qytetarëve. Këta të fundit kërkojnë dëmshpërblim me vlerë tregu dhe jo me çmim referencë. Për deputetin e Partisë Demokratike Igli Cara, projekti përfaqëson korrupsionin në emër të zhvillimit. Po si mund t'i marrësh pronën, thjesht dhe për t'ia dhënë miqve të tuaj për të abuzuar financiarisht dhe për të vjedhur. Për këtë gjë.